Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe tani ka ardhur momenti që të flasim pak mbi ligjet. Tashmë gjithë e dini që ajo është ku zemra ime qëndron te ligjet dhe te drejtësia, mirë po, për shkak se nesër më datë 31 maj shënohet dita e mos pirjes së duhanit apo ditës pa duhan, do shohim pak se si dhe sa zbatohet ligji për mbrojtje nga duhani, ligji i cili ekziston tashmë dhe i cili në fakt kishte një eufori të veten, tani sikur nuk ekziston, po let mbetet kjo për diskutuar me mysafirin ton, të cilin ku në linjë direkte kemi bashkim Selmanin, profesor universitar, me cilin do të flasim në këtë drejtim. Mirëmëngjesi, profesor. Mirëmëngjes era dhe faleminderit për ftesën, njëkohësisht edhe për teleshikuesit, stafin tuaj, Alsati që gjithmonë është aty ku janë devijimet dhe argumentimet e mbrojtjes së shoqërisë bashkëkohore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Faleminderit shumë. Në fakt, ne dim që ligjet janë këtu për të na mbrojtur në një farë forme, për të kanalizuar atë se çfarë ne mund të bëjmë dhe ku deri ku shkon liria jonë, që si gjithmonë është derisa nuk e cënon lirinë e tjetrit. Mirë po, me duhanpirjen, flasim pak aspektin historik të këtij ligji, sepse kemi një ligj i cili quhet ligji për mbrojtje nga duhani. Kishte një periudhë ku njerëzit dënoheshin shumë, dënoheshin ka 50 euro vetëm për hudhje të cigares, kurse sot duket sikur është zbehe ekzistenca e këtij ligji. Sigurisht është ashtu. Legjislacioni përmban rregullat të cilën çdo ligj ka karakter pozitiv. Mirë po është procesi nga ata individ apo personat që nuk respektojnë rregullat e përgjithshme shoqërore, është paraparë sanksioni. Dhe përbërja e legjislacionit apo infrastrukturës ligjore është një nga themelësitë base në shoqëri. Fatmirësisht, për sa i përket infrastrukturës ligjore, pra ky ligj rregullon mbrojtjen e qytetarëve nga efektet e dëmshme të pyerjes së duhanit dhe produkteve të tjera të duhanit, ruajtjen e një mjedisi të shëndetshëm, ndalimin e pyerjes së duhanit në ambiente të caktuara publike dhe ndalimin e reklamimit të duhanit. Pra ligji i parë që sjell në Maqedoni është në bazë të gazetës zyrtare të numër 36 të vitit 1995, pastaj ka pësuar disa ndryshime, po ashtu të vitit 2003, vitin 2004 u ndruan disa ligje të përforcuar, 2005, 2008 dhe arrin deri te ligji i vitit 2010, numër 35 të gazetës zyrtare, që është dëshmuar se ka qenë i zbatuar dhe më praktik dhe është ndaluar rreptësisht përdorimi i duhanit në ambiente të mbyllura dhe ka sjellur shumë efekt për sa i përket ndalimit të duhanit. Fatkeqësisht edhe këtu reaguan sidomos pjesa hotelerike dhe bëri që të minimizohet ose të manipulohet ligji dhe pësoi disa ndryshime në vitin 2011 dhe po ashtu ligji i vitit 2013, gazeta zyrtare vitit numër 157 dhe nga kjo mund të themi se nëse merret përballë aspektit legjislacionit është në rregull për sa i përket standardeve evropiane dhe përcaktimit të saj. Mirë po, jo çdo ligj mund edhe të respektohet dhe të implementohet në praktikën e përditshme. Nëse bazohemi në sankcionimin i rregullit, dhe shohim që ligji që rregullon mbrojtjen e qytetarëve nga duhani, për shembull inspektorati tekste bazën ose implementimin e këtij ligji, e parashohin disa institucione që në këtë rast janë inspektorati i punës, inspektorati i shëndetit publik, institucionet e fyrave publike dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Shohim se këto disa institucione detyrimisht kanë bashkëpunime mes vete dhe u përcaktua me ligjin e vitit 2013 që të ndahen hapësira e duhanpirjes dhe hapësirat me të cilën është ndaluar rreptësisht pyerja e duhanit. Fatkeqësisht ndodhi e kundërta dhe u manipulua ky ligj për atë se nëse ne do të dalim në teren dhe të shohim restoranet, diskotekat apo çështjet e tjera hotelerike, do të shohim që me ligj është paraparë që pjesa minimale e hapësirave të jetë për përdorimin e duhanit. Fatkeqësisht në praktikë ndodhte kundërta,
hapësirat janë më të mëdha për pirjen e duhanit dhe për personat që nuk e pinë duhanin, se dini konsumojnë atë, është më i vogël, dhe kjo jep ta kuptojmë se realizimi i këtij ligji, dhe moskove të fundit, të 6 muajt e fundit, po thuhet se pjesërisht nuk ekziston, sepse kjo u konvenon institucioneve se individëve të caktuar, ja për shembull nëse mbështetemi te baza e statistikave dhe shohim që në kundërshtimin e kontrolleve që janë bërë të sa realizohet këtij ligj në për çështje të telerike, të shohim se janë bërë sidomos në vitin 2023, ka pasur 2100 kontrolle dhe mbi të është shtyptuar mase kundërvaqjes mbi 400 personave, juridik apo fizik, dhe arritur që buxheti të mbushet mbi 37 milion dinar. Mirë po, nëse bëhet edhe analiza e vitit 2024, dhe mos janar dhe shkurt, dhe shohim që brenda 450 kontrolleve, vetëm 20 kundërvaqje janë shtyptuar, dhe këtu buxheti është mbushur me 3 milion dinar. Pra, nëse bëhet analiza e saktë dhe shohim nga 100 kontroll, vetëm 400 kundërvaqje, kjo i bie se shqiptimi masës së dënimit dhe kontrollet që janë të realizuara në nivel shtetit është edhe nga forma e kontrollit e ulët, po ashtu akoma më ulët edhe shqiptimi i dënimeve, dhe kjo ka bërë që duhani lishën të pyet në të gjitha institucionet. E dyta, jo vetëm pjesa e lokaleve, por fatkeqësisht kemi raste kur edhe vetë nga këto inspektorate, por edhe nga këto institucione, qofshin arsimore, inspektorateve, shifet se përdoret duhani edhe në objekte të mbyllura, dhe kjo akoma më shumë nuk i jep dhe nuk i kthen seriozitetin mbrojtjes së ligjit, dhe ashtu mbrojtjen e qytetarëve të cilët dëmtohen nga përdorimi i duhanit në ambiente publik. Po ashtu dhe dhënat statistikore dhe shohim në nivel ndërkombëtar, po dhe në nivelin e Ballkanit Perëndimor, Maqedonia e Veriut është radhitur si vendi i dytë për sa përket konsumimit të duhanit, dhe kjo bën akoma më shumë të rënduar situatën e tij, dhe përdoruesi i duhanit është konstatuar se më i vogël është 10 vjeçar, dhe kjo përbën që në nivelin e nenit K për ligjit për mbrojtjen e duhanit, rreptisht ndalon shqitjen e duhanit personave të miq. Pra, neni K përcakton saktë. Në asnjë mënyrë nuk lejohet përdorimi ose shitja e cigareve personave të mitur dhe të rinj deri në moshën 18 vjeçare, po ashtu ndalon në rreptisht reklamin dhe pamjen e duhanit në vendet e pikave pikë të kushit e duhanit. E në ndodhë e kundërta, këto reklama akoma vazhdojnë, nuk janë të siguruar në aspektin e mbylljes, dhe ashtu është edhe pjesa e emancipimit të qytetarëve, rësirë se vetë ne si qytetarë duhet të nënsojmë konsumimin e duhanit në ambiente të mbyllura, dhe dita që nuk parashek i ligji duhet të jetë edhe në ambiente të mbyllura familjare, sepse ata personat të cilët janë të mbarur në hyrjen e duhanit e përdorin si në ambiente të mbyllura, në shtëpi, në vetur, e kështu me radhë. Pra, ligji duhet të jetë akoma më i re, po ashtu dhe politika shtetërore ka bërë që të ndihmoj rastin e pirjes së duhanit, për arsye se do të shohim në Ballkan dhe në Perëndim, në përgjithësi, çmimi i cigareve me Maqedoninë është më i ulët se rastimi i gjitha vendet ballkanike, dhe kjo na jep të kuptojmë se institucionet dhe realizimi i tyre nuk e kanë seriozisht për mbrojtjen e shëndetit publik të qytetarëve, po ashtu dhe forma me të cilën jo vetëm ky ligj, por edhe ligjet e tjera, se çdo implementim i ligjit duhet të parashihet në mbrojtjen e saj dhe forcimin e saj në përditshmëri. Nëse marrim numrin e denoncimit të personave që gjenden apo personave që janë të dëmtuar nga ambientet ku pihet duhani, shumë pak ka denoncime në inspektoratin e punës, tregut, shëndetit publik, të cilët detyrimisht duhet të paraqiten raste të tilla dhe të merret më. Faktikisht në gjitha institucionet që përmenden ne përdoret duhani, ju mund të bani shimin kontrollet ndryshme në për institucionet, dhe do të qemi që vetë institucionet konsumohet në ambiente mbyllura,
siç janë gjykatat, shkollat e kështu me radhë, të cilat ne i kemi faktizuar, sepse para 5 viteve kemi bërë disa anketa me të cilën i kemi konstatuar këto shkelje, mirë po 6 muajt e vitit aktual, kemi duke filluar nga janari dhe shkurti, dhe dhënat statistikore shohin se këto kontrole minimizohen dhe unë. Profesor, na e sqarua shumë bukur si në aspektin kronologjik se si ka rrjedhur situata, mirë po kemi një shprehje në juridik që askush nuk është mbi ligjin. Në këtë rast, a jemi të gjithë mbi ligjin nga qytetari më i thjeshtë deri te, le të themi kështu, deri te kryeministrit, deri te krerët e shteteve, meqense duhani pihet lirshëm në të gjitha institucionet, edhe mbi të gjitha mund ka rastis në disa raste të shkojnë në ndonjë zyrë edhe të thonë urdhëro lirisht ndeze, sikur të jetë një luks apo një mundësi e mirë që të tymoset në zyrë. Fatkeqësisht një situatë apo një komoditet të tillë, jo vetëm i këtij ligji, rreth se çdo ligj ka karakter edukues, ka karakter mbrojtës për devijimet, po ashtu dhe parashet sanksionet për individët që shkelin. Maqedonia ka një epitet të veçantë, me të cilën ka dy lloj shteti institucional që parashet legjislacionin, dhe janë individet ata të fuqisë që bëjnë shtetin dhe që japin kahje tjetër jashtëligjore. Ta mund ta themi në disa aspekte, rreth edhe shërbimet që ne bëjmë në përditshmëri, është krijuar një kulturë e veçantë me të cilët çdo punë që kemi dhe që ne u drejtohemi institucioneve, e para është e gjen mikun, ku nuk e mik e gjen ndonjë person partijak që ka fuqi partijake, dhe aty ku nuk është partia fillon krimi dhe korrupsioni. Dhe kjo është një mentalitet i përgjithshëm me të cilët individet e caktuar, sidomos të subjektet politike, janë ata të cilët kanë shtet në vete dhe i dirigjojnë të danin jashtë shtetit. Dhe pikërisht jo rastësisht e përmenda dhe kthehet politika shtetërore dhe institucionet, janë ata që kanë minimizuar çmimin e uljes së duhanit, rreth se në sistemin e Evropës dhe Bashkuara të Amerikës në përgjithësi do shohin që atë që ka hapësira se ku pihet duhani, dhe kjo e ka minimizuar. Unë jo rastësisht e përmenda vitin 2010, sepse ligjin e mënyrë strikte parashitit që ndalohet pirja duhanit në hapësirat publike dhe të mbyllura. Pra, kjo është ajo enigma e ligjit me të cilën legjislacioni parashet gjitha rregullat, mirë po janë individet, subjektet ata, të cilët ne kemi shpeshherë edhe vetë ministra, kryetar partive, të cilët shpeshherë dalin me duhan pyrjen në për vende publike dhe kjo ka ndikuar që apo më shumë të pihet duhan, e para dhe e dita, po ashtu konsumimi duhanit është edhe në për shkollat e mesme, në për kafiteri, në të cilën është një treg i veçantë, sepse është pjesa e lëndëve, edhe duhani bën pjesë të lëndët narkotike dhe bashkëmarrësisë. Mirë po, unë mendoj që duhani është më i dëmshëm se sa lëndët narkotike, për arsye se personi që konsumon lëndët narkotike merr në mënyrë të veçantë, në mënyrë sekrete, diskrecionale, dhe këto poshtë mund të flasim edhe për të lëndët narkotike me të cilët pikërisht është ajo që përmendet ju era se institucionet janë ata që shpërndajnë nëpër shkolla, nëpër japam rastin të organizimeve të rinit dhe që mund të merrni intervju me personat e sigurimit që shpeshherë ndodhin në raste që pikërisht janë institucionet ata që iniciojnë dhe shkelin vetë ligjet dhe rregullat që ta shohin normat ligjore. Me këtë duhet të ndërlidhi, sepse në asnjë mënyrë ligji ndalon, domethënë, sidomos personat me autoritete publike që pinë duhan në publik ose të kapen nga media ose raste të tjera, luan një rol negativ për arsye se në përgjithësi njeriu dhe individi ka dy forma në vetvete që njihet në aspektin e topologjisë sociale, e para është se njeriu drejton dhunën ndaj të tjerëve dhe dhunën drejtuar nga vetvete. Pikërisht tani institucionet janë të përmbrojtur dhe të detyruar që të mbrojnë institucionin, të mbrojnë individin dhe qytetarin nga dhuna jashtë dhe nga dhuna e mbrojtshme. Në dhunën e mbrojtshme bën pjesë pra konsumimi i duhanit, lëndë narkotike, pirja e alkoolit deri te suicidet ose
vetvrasje. Fatkeqësisht shohim që mbi 63% të dhunës është drejtuar nga vetvetje dhe kjo shumë pak merret dhe shumë pak ndikim institucionet se si të organizohen dhe të ndalojnë dhunën drejtuar nga vetvetje. Këto janë disa nga segmentet që ne mbështesim në luftimin, por është edhe emancipimi i qytetarëve të cilët në atë zyra kushtitet që konstatohet në institucionet publike ku konsumohet duhani, detyrimisht duhet të denoncohen në inspektoratin e shëndetit publik të punës, të tregut dhe kështu. Kjo na jep neve shumë shqetësime sepse vetë ata që duhet të implementojnë dhe zbatojnë ligjin, siç janë inspektoratet, ne pamë edhe me raste të tjera, sidomos të Koçanit, pikërisht ishin këto lloje të inspektorateve, të cilët nuk kanë kryer detyrën e tyre në kohën dhe momentin e duhur, dhe kjo krijon shumë pasoja në shoqëri. Po, në fakt, në momentin kur nuk respektohet së paku njëri ligj ose thehet hallka e sistemit të drejtësisë, ne shohim pasoja të ndryshme dhe fatkeqësisht ndonjëherë dhe me humbje jete, edhe pse ndoshta duhani cigaria nuk mund duket në shikim të parë si aq e rrezikshme. Ju përmendët në fillim që me ligj është ndaluar shitja e duhanit tek të miturit, siç është edhe rasti i alkoolit. Mirë po shfaqet një dimension i ri edhe mendoj që një sfidë e re për ligjet, e sidomos tek ne që se kemi që janë shishat, që janë vejpat, apo ato cigaret elektronike edhe kështu me radhë. A mendoni që do duhesh të bëhen ndryshime ligjore ose të sillen edhe ligj i ri, i cili do të rregullonte edhe këto të cilat shiten në tregje pa marrë parasysh moshën, ju i shiten nga fëmia moshës më të vogël deri te ai më i madhi? Sigurisht nëse marrëm për bazë dhënave statistikore të brendshme të shtetit, do të shohim që është konstatuar se pirja e duhanit fillon nga mosha 14 vjeçare. Mirë po fatkeqësisht ato që i përmenda në nivelin të Organizatës së Bashkuara të dhënave statistikore për Maqedoninë, rashipet që konsumuesi ose pirës i duhanit është mosha 10 vjeçare, dhe çfarë është fatkeqësia më e madhe në këto pyetje të duhanit në nivelet e individëve, është konstatuar se 45% pirë duhanin nga të miturit dhe të rinj. Dhe kjo është shqetësimi më i lartë rreth se ligji parashes ta. Çdo gjë pa marrë parasysh ato që përmendet ju shisha dhe të tjera. Çdo gjë ka tim ose që djegje ose rasteve të tjera që kanë bëjnë drejt për së drejti me lëndët narkotike është rreptisht e ndaluar dhe me këta inspektorati interpreton dhe hap masën e dënimit. Jo vetëm që duhet të ndryshohet ligji, por duhet të ndryshohet çmimi i cigareve, duhet të ndryshohet politika prevenuese, institucionale nga ana e shtetit, por ashtu dhe duhet forma me të cilën në atë mënyrë nuk duhet të lejohet në vende publike pirja e duhanit ose vende të caktuara, të cilat shpesh e motivojnë individin. Ju shihni, ne kemi bërë para disa viteve një anketë, me thënë se si bëhet deri te konsumimi, sidomos ne kemi bërë edhe për lëndët narkotike, më shumë për drejt për së drejti dhe kjo është pjesë e lëndëve narkotike të karakterit dhe pse ju përmendet se fakton dëm, mund të themi të kundërt se çdo i 5 dhe i 4 në Maqedoninë pikërisht të vdes nga pirja e duhanit ose cigareve, sepse ajo konstatohet mbas dhënave statistikore për se paraqitja e kancereve dhe është paraparë çdo ditë vdekje është nga kanceret, pra që nuk kupton se kemi helmimin. Është paraparë e patologjia sociale, thotë individi starin në stomak ose fetusi starin në stomakun e nënës, pra 9 muaj të kohë duhet të japë edhe shenja për vdekje. Fatkeqësisht çdo vdekje që është e papritur nga grup mosha të reja është helmim. E tani helmimi i individëve bëhet në forma të ndryshme, siç është siguria ushqimore, siguria e shëndetit publik, ushqimet është një nga çështjet bazë, sepse nuk është rrezikshmëria vetëm e duhanit, por ne jemi shumë të rrezikuar edhe në aspektin e ushqimeve dhe shëndetit publik, me të cilat inspektoratet që përmenden në përgjithësi nuk parashohin që të sigurojnë qytetarin përsa i përket atë konsumit qoftë ushqimeve, qoftë rrethanave të tjera që drejt për së drejti në një apo formë tjetër të dëmtojnë shëndetin e njeriut. Ne kemi shumë ushqime, duke filluar nga limoni, portokalli, mishi, e kështu me radhë, shohim çdo ditë që janë me elemente të pesticideve dhe fatkeqësisht që gjithë Ballkani Perëndimor dhe vendeve të ndryshme
ata shiten ose tregtohen apo abuzohen në Maqedoninë e Veriut. Edhe këto gjitha këto inspektoratet kanë nevojë për një ndërhyrje më të madhe, sepse krimi dhe korrupsioni jo vetëm që i ka ngulfatur institucionin, por fatkeqësisht është pasojë e krimit institucional që gjithmonë politikon shëndetin e përgjithshëm të qytetarëve. Se nuk e themi ashtu rastësisht, por e kemi të argumentuar për arsye se të gjitha institucionet, në këtë rast për hyrjen e duhanit, dhe shohim se këto inspektorate ka dikush që i ndalon. Kurse inspektoratet duhet gjithmonë të jenë në terren. Ju dini bënja një kontroll të këtyre inspektorateve, që përmendëm në fillim, që përcakton në 5, por si duhet të zbatohet dhe të kryen institucionet për mbrojtjen e individëve dhe konsumatorëve, dhe shohim se për brenda një viti vetëm 2100 kontrolle janë jashtëzakonisht të pakta, sepse këto 2100 kontrolle për vitin 2023 janë bërë vetëm në qytetet mëdha, më të flasin ne për zonat rurale ose zonave të tjera, që as pak nuk ka të regjistruara se të jetonin jashtëzakonisht lart. Pra janë disa momente me të cilat mund të themi lirisht se demokracia në Maqedoni është e ngulfatur nga një rast, dhe nga ana tjetër kriza ekonomike, depresioni i përgjithshëm i qytetarëve, fatkeqësisht është krijuar një psikologji sepse me hyrjen e duhanit mendohet që largohet stresi ose shqetësimi, mirë po harrojnë qytetarët se vetë duhani është problemi ose varfëria, me të cilën dhe të drejti dëmton shëndetin e njeriut, dëmton ambientin, po ashtu dëmton edhe vetë familjarë. Ne përmendëm në fillim se ky ligj ka nevojë për plotësim dhe ndryshim, po ashtu do shqipe që qytetarët të jashtëzakonisht edhe në për shtëpi, e për në jenë të mbyllura, në vetur, në për gjithçka, ku janë të mbyllura këto momente dëmtojnë të tjerë. Dhe prandaj duhet realizim ose implementimi më riguroz, të shohim se edhe dënimet për përket politikës sankcionuese, në parapar për shembull për personat fizik dhe juridik nga 500 euro deri në 1000 euro ose 10.000 euro për personat juridik për gjëse diskriminate përcakton ligji për sankcionet penale, po ashtu dhe personat fizik nga 100 deri në 300 euro, në tonë është jashtëzakonisht dënimet të ulta, për arsye se dëmi që shkaktohet individëve dhe është vepër penale, mund ta quajmë lirisht përse përket shkaktimit të dëmeve, për arsye se janë këto kundërvaqe apo vepra penale të vazhdueshme, që ndodhin me ditë, me muaj, me vite, dhe dëmin askuq nuk e matën se cilat janë shkaqet e vdekjes. Ne përmendëm edhe në fillim që çdo ditë person në Maqedoni pikërisht vdes nga kanceret, e vetë kanceret janë helmime. E tani si konsumojnë këto helmime qytetarët, do të shohim ambienti, duhani, lëndët narkotike, që është një nga problemet bazë, të flasim në një temë tjetër, që shumë janë të rrezikuara këto grup mosha të re, prandaj Maqedonia nuk e ka rrugën e drejtë dhe mirëqenien e sigurt të garantuar, për arsye se çdo ligj që sillet duhet të ketë edhe bazën juridike, financiare, të materializohet dhe të implementohet nëpërmjet inspektorateve dhe kontrolleve. Fatkeqësisht këto institucione janë ata që neglizhojnë, abuzojnë, o mos t'i themi dhe e tregtojnë të drejtën e qytetarëve, sepse mbas këtyre kontrolleve që përmendëm në fillim, do shohim se institucionet çalojnë dhe nuk e kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të pavarur, po thjesht janë institucionet ata që dirigjohen nga qeveria, nga subjektet e kështu me radhë. Në fakt janë edhe vetë ato ndoshta ku e shohim edhe mos realizimin e kësaj të drejtë ose mos implementimin e plot të ligjit. Profesor, fatkeqësisht neve koha televizive kaq na lejon, pavarësisht që siç thatë edhe sollët edhe statistikat edhe dënimet, niveli i dënimeve siç thatë është alarmant dhe duhet të rritet. Nuk e di nëse keni diçka përfund për të thënë, sepse jemi kështu në limit kohor. Unë do të apeloja që edhe qytetarët që të pretendojnë të largohet nga ky vesh si ulët, po ashtu dhe nga institucionet të jenë më rigoroze dhe mos bëjnë në seleksionimin e shqiptimit të masës dhe dënimeve, dhe po ashtu borxhi publik i Maqedonisë, ne si qytetarë gjithë duhet të reagojmë, sepse shkaktar i depresionit publik dhe i krizës ekonomike janë partitë politike ato që ka rrit borxhin publik, dhe borxhi publik në kupton varfërinë e qytetarë.
E kuptoj. Faleminderit shumë për këtë lidhje dhe faleminderit për këtë sqarim kronologjik, po edhe më pas edhe analitik edhe gjithçka tjetër që bën mbi ligjin. Unë shpresoj realisht që të fillohet sërish zbatimi i ligjit ashtu siç është bërë pak më parë para ca viteve dhe të ulet ky niveli i tymosjes së duhanit në vende publike. Faleminderit shumë. Shpresoj që kemi mision të trokas në institucionet dhe institucionet përgjithëse. Ju falenderoj. Faleminderit.